Po kërkoj mjeshtrin e përgatitjes së çokoladave Besmir Banushi, sepse sot do t'ju tregojmë se si përgatiten çokoladat artizanale. Do e gjej dhe do ju them. Mirë se gjej, shumë faleminderit. Si je ti? Çfarë bën? Si jeni? Mirë me ngarkesë për periudhën e festave. Ashtu ë, shumë bukur, shumë të bukura edhe këto. Po, Ke përvet patjetër. gjitha besoj ë? Patjetër të gjitha vesh. Shumë bukur. Kjo është një pako çokoladash Sa që do të kisha dëshirë të dhuroja juve. Shumë e bukur. Janë të gjitha artizanale, të punuara me dorë, me shije të ndryshme. Shumë e bukur. Do të kalojmë besoj në pjesën tjetër të këndit? Po patjetër do të shkojmë të shikojmë se çfarë kemi, çfarë do të bëjmë. Shumë mirë. Vetëm na oriento? Po patjetër. Faleminderit. Besmir, punishja juaj që ka shumë e vogël, por mban shumë ëmbëlsi brenda. Ju është dashur punë për të ardhur sot këtu edhe për të sjellë çokoladat të përgatitura në mënyrë artizanale, por me shumë përgjegjësi e shumë të shijshme edhe shumë të sigurta për klientin. Po e vërtet, punishja jonë është vërtet shumë e vogël, por dashuria që kemi ne për këtë profesion, për këtë zanat është vërtet e madhe dhe ajo e bën që të bëjmë produktet veçanta edhe të shijshme, të bukura. Na është dashur punë, na është dashur shumë punë pasi unë nuk kam qenë i profesionit dhe ndoshta kam filluar nga minus zero, të gjithë e kanë vështirë fillimin, po ndoshta pak më të vështirë, rastisi dhe pandemia, por besoj me vullnet, me dëshirë, arrihet çdo gjë. Dhe ja, kemi arritur diçka. Pse zgjodhe të merresh me përgatitjen e çokoladës në mënyrë artizanale? Çfarë të shtyll? Ju thatë që nuk jeni i këtij profesioni, pra nuk e keni një profesion të tillë. Çfarë të shtyll? Çokolada është një produkt i veçantë dhe i shijshëm dhe mund të bësh produkte të ndryshme që janë të këndshme nga ana vizive, po janë edhe të shijshme. Që kështu është një kombinim i të dyjave dhe përveç kësaj tregu jonë është i mbushur me produkte të huaja industriale, ndoshta edhe vendi, po janë vetëm industriale. Artizanale të pakta në fushën e çokoladave janë shumë të pakta. Çfarë kanë çokoladat artizanale me çokoladat industriale? Po së pari, industria shpesh përdor dhe çokoladë jo origjinale që ne e quajmë surrogato në gjuhën tonë, midis shefave ose midis çokoladëtierëve. Kjo çokoladë përmban vaj palme, nuk përmban gjalpin e kakaos, i cili është ndoshta 20 fish përbërësi më i mirë dhe përbërësi kryesor, po. Po, është përbërësi kryesor, ai që jep shijen edhe atë ndjesinë e butë të çokoladës që të shkrijë në gojë. Kurse kur konsumon një çokoladë me vaj palme, surrogato, ajo nuk të shkrijë në paletën e gojës. Është të ngjelet pak si dhjam, pak si gjalp, kurse çokolada origjinale shkrijnë shumë këndshëm në gojë. Kjo është njëra nga diferencat, tjetra është që edhe kompanitë e mëdhaja që përdorin çokoladë origjinale, për shkak sepse duhet të ketë një jetëgjatësi të gjatë produkti, përbërësit brenda nuk janë aq të këndshëm derisa vinë tek neve, pasi kalon një kohë gjatë. Që kështu një produkt artizanal presupozon një produkt i freskët me ingredient cilësor, sepse të bësh këtë punë mendoj unë me dorë edhe të mos përdorësh çokoladë origjinale të cilësisë së lartë, është një autogol, si ta them. Po të zhdashur shumë për t'i mësuar edhe ato sekretet mbase më të vështira apo më të pathëna për sa i përket përgatitjes së çokoladës. Sa çokolada të zhdashur që të hedhësh tej për të arritur tek ajo më e mira që më pas vendose edhe ta tregtosh edhe. Po. Është dashur vërtet një farkoje, po e mira e çokoladës është që nuk është se hedh poshtë, për shembull kur bëjmë këtë pemën, ndoshta nuk e ke temperuar mirë, që mua më ndodhte jashtëzakonisht shumë në fillimet e mia, ti mund ta ribësh prapë, mund ta përdorësh atë çokoladë, nuk do ta hedhësh tej. Por që më është dashur kohë, më është dashur pasi të gjitha gjërat i kam mësuar kryesisht vet, më kanë ndihmuar disa dashamirës, disa shok ose edhe të panjohur. Besmir, veç çokoladave të ndryshme festive që ti ke përgatitur dhe ne i kemi në tryezë dhe do t'i komentojmë, ju gjithashtu realizoni edhe disa buqeta prej çokolade të sjella shumë bukur për konsumatorin, edhe një ide shumë e mirë në fakt edhe për dhuratë. Ja tek e kemi këtu një prej këtyre kompozimeve të bukura, të buqetës prej çokolade. Do të vija bast që është buqet lulesh. Po e vërtet ngjason goxha, pasi
Ne u bëm rreth 5 vjet dhe vit pas viti kemi përmirësuar nga pak, derisa kam arritur në këtë buqet. Është shumë e bukur, po si ke arritur që ti realizosh kaq bukur edhe punimi të jetë kaq artistik? Së pari, në fakt, janë format e silikonit, ato që janë të rëndësishme. Dhe pastaj është puna jonë që përdorim gjalpin e kakaos me ngjyrues, gjethet që me zori kemi gjetur, pasi gjenim ca gjethet të tjera s'na përshtateshin. Pra është një duhet punë. kesh edhe pak sy artistik, besoj, jo? Duhet kesh sy artistik dhe duhet t'jesh goxha kërkues që hap pas hapi të përmirësohesh gjithkohës që të arrijë në një produkt gjithmonë më të mirë. Cila ka qenë buqeta më e bukur dhe më e madhe që ke bërë? Buqeta më e madhe ka qenë një buqet me rreth 500 lule trëndafili, të vogla në fakt si gonxhe. Ishte e madhe gati sa bagazhi një Golf 5-a. Por problemi është që na kërkojnë shpesh dhe më të mëdhaja ose shpesh na kërkojnë të mëdhaja, por ne nuk realizojmë dot sepse kërkojnë goxha kohë, goxha punë dhe nuk i arrim dot në kohën që kërkon klienti. Mirë, ne jemi në periudhën më të bukur të vitit ku kërkesat për dhurata, aq më tepër për dhurata disi të ëmbla janë shtuar shumë. Ju keni përgatitur disa prej çokoladave të cilat kanë motive festive, një bredh i bukur, babagjyshi, një plak bore, të sjella shumë bukur. Janë kërkuar? Janë pëlqyer? Janë kërkuar që në fillimin e prodhimit ton, pasi këto janë të punuara me dorë, çdo detaj është i ngjyrosur me dorë. Dhe cilësia e çokoladës është shumë e mirë, edhe me kënaqësi mund të them që në tregun shqiptar tani janë shumë të rralla kompanitë e huaja që sjellin të tilla, pasi ndoshta nuk kanë leverdis sepse këto i konkurrojnë goxha mirë në cilësi dhe çmimi, okay, është produkt artizanal, por klientët e vlerësojnë dhe zgjedhin produktin ton. Mbaj mend kur kam qenë në vogël ishte nga ditë feste, nëse të vinte dhurat një çokoladë e tillë me babagjysh, ku ti mundoheshe as të mos ta konsumoje, sepse të vinte keq. Në fakt më vjen mirë që sot janë të gjitha mundësitë që edhe fëmijët, por jo vetëm, se çokolada nuk bën aq më tepër me këto motive, nuk bën të lumtur vetëm fëmijët, por na bën të lumtur të gjithëve. Po shpeshherë besoj njerëzit edhe të pyesin për mënyrën se si e realizon, sepse duhet të jetë e vështirë edhe për të gjetur formulën e një çokolade e cila duhet të jetë e mirë dhe e shijshme, por edhe të jetë e pëlqyeshme për të gjithë ata që e blejnë dhe për gjithë ata që e konsumojnë. Si e përgatit? Po patjetër, kurioziteti është i madh se si i bëjmë format e babagjyshve, të pemës, njerëzit prej bore. Së pari është rëndësishme është cilësia e ingredientëve që përdorim. Gjithmonë përdorim çokoladë origjinale, ne përdorim çokoladë belge dhe e dyta pastaj është punimi me detaje i të gjithë elementëve. Sa më me detaje, sa më shumë me kujdes, aq më e bukur do dali. Po nuk e pam, nuk e besojmë. Prandaj do ishte mirë tani që të dy bashkë kemi mundësi të përgatisim një çokoladë dhe t'ia tregojmë kështu edhe teleshikuesve të programit e atë ne se si përgatitet një çokoladë artizanale. Atëherë, si fillim, do duhet kemi çokoladë të temperuar. Po? Në rastin e syve, do duhet çokoladë e zezë për këpucët. Pra punoni me disa lloje ngjyrash çokoladë dhe llojesh të çokoladës. Po, disa artizan në vende të huaja përzgjedhin të përdorin pak ngjyra, mirë po me sa më shumë ngjyra, aq më i bukur do dalë produkti final. Bëm syt me çokoladën më të errët dhe me shkopin. Do të bëjmë edhe këmbët, mund të ndihmoni dhe juve. Po. Atëherë janë vetullat. Kemi këmbët, këpucët. Mund më ndihmosh edhe ti, sepse nuk është aq e vështirë. Çfarë të marrun? Të marr ngjyrën e kuqe? Mo të marrësh ngjyrën e kuqe që të bësh kapelen. Këtu? Po, kapelja është kjo pjesa këtu. E qartë. Atëherë nuk që nga që letë sa duket, po. Jo, po ti shtash dhe ishin bërë të gjithë mjeshtër. Ndërkohë e kemi përfunduar edhe lyerjen e babagjyshit, gati për ta bërë çokoladë. Tani çfarë do bëhet? Tani momenti është për ta mbushur me çokoladë me qumësht. Shumë mirë. Do ta mbyllim formën. Do t'i vendosim këto kapse që mos na dalë çokolada. Dhe ku do ta mbushim? Te kjo do ta mbushim, po,
te burimi i çokoladës me Vetëm qumë. kujdes shefi mos bësh ndonjë dëm tani. Apo nuk ka shans. Jo, nuk ka shans. Pasi kjo pajisje është si Ferrari për çokoladëtierët, është vërtet e mrekullueshme. Atëherë këtu qëndron çokolada e shkrir me Këtu kjo ka gjatë gjithë kohës çokoladë të temperuar. Proces që duhet të ketë çokolada që të dali sa më mirë. E mbushim plot me çokoladë. duhet jetë një proces i këndshëm, besoj. Interesant është. Për ne kemi që ta për ne që nuk dim të bëjmë çokolada, sa bukur. Dhe do t'jeqim sasinë e tepër të çokoladës. Kaq mjafton, unë mendoja se ta mbushje të gjithën. Jo, po ta mbushim të gjithën bëhesh me diabet dhe ne mendojmë edhe për klientët që atëherë do ta lëm pak në tavolinë dhe më vonë do ta vendosim në frigorifer që të dalin nga forma. Rreth 10 minuta e lëm në frigorifer, 10 minuta, jo më shumë. Sepse çokolata kemi thënë që nuk duhet të rrish shumë në frigorifer që ka lagështirë. E dëmton? E dëmton patjetër. Për një kohë të gjatë. Edhe kur i hapim dhe i lëm në frigorifer që mos. Jo, është e mira që të mbyllen me një qese plasmasi. Mirë. Ja, na nevojiten këshilla të tilla. Dakor, do ta lëm për 10 minuta të ftohet, ndërkohë që ne do të vijojmë, do të përgatisim disa çokolada të tjera, disa forma të tjera, shumë të këndshme, të cilat janë enkas për këto ditë të bukura festive. Mendoj të përgatisim pemën e Krishtlindjeve, simbolin e festave. Shumë mirë. Që kështu do të marrim çokoladë me qumësht. Po. Dhe gati. Opa. Mund të ndihmosh që të hedhim ingredientët, këto rrafët, ingredientet e ndryshëm, sipas dëshirës. Dhe në fund do të hedhim ar kokosi që ngjan me borë. Do të shërbejnë për t'ja vënë Këto janë rrafët e brevit, do ta shikojmë në fund se si do të dalin. Bukur. Ja, të bëj këtë të dytën më mirë. Po. Ta bëj një shefe? Mendoj që më mirë ta mbushësh sepse ndoshta do bëjmë shumë rëmuj, kam merak se do na bëni rëmujin punisht se po ta shefi mbush. sa i rrept që ka. Atëherë mund ta mbushësh sipas dëshirës me frutat që Ja vendos tani? Po, patjetër. Nuk e qëndra procesi bukur këtë. Okej, mendoj mjaftueshëm me ato, të vendosim pak fruta. Po ja do t'i... E tani shefi të ta bëj unë, do ta përfundoj. E ti do thuash sa mirë Riva e ke bërë. Nuk po i hedh me kusim, thjesht dua të ruaj balancën e bukur të ngjyrave. Në gjergasyve në ka dalë nami, po... Ja vendosim edhe ca fruta të thata janë këto? Po, ato janë qershi. Kemi kajsus, bajame. Si rezistant i shefi dhe nuk konsumon gjë kur i përgatit, apo jam mësuar? Unë konsumoj, por edhe harxoj energji dhe prandaj ruajm balancën në mënyrë të tillë. Po thonë që kur çokoladat janë të mira dhe artizanale edhe nuk shëndoshen. Sa bukur doli? Ja kështu. Ju pëlqeu? Atëherë hedhim edhe flokët e borës si detaj të fundit. Edhe borën. Është ara e kokosit. Mund të hedhim edhe sheqer prur, por më mirë mjafton ëmbëlsia që ka vetë çokolata. Asa e bukur. Po tani? Do të mushim edhe trungun e pemës. Po, që është kjo? Po. Këtë procedurën e vështirë, shefi më mirë që e bën vetë. Kjo është shumë e këndshme, mendoj. Po do teknik besoj. Pak, mësohet, nuk është shumë e vështirë. Tani të gjitha këto do t'i lëm që të ftohen për 10 minuta? Këto do t'i lëm të ftohet pak në ambient.
pastaj do t'i vendosim në frigorifer dhe do të dalin format e brezit. Për 10 minuta i keni çokollatat gati. Kanë bërë edhe minutazhin e nevojshëm në frigorifer dhe janë gati për të konsumuar besoj apo jo? Akoma jo, Akoma. do ta kompozojmë pak pemën. Tani po do të përfundojmë pemën. Këto janë rrathat që mbushën pak më parë me fruta të thata. Tani do të vendosim këtë besoj? Jo, po, ke të drejt. Ma more zanatin Na, avash. shikon. Shumë mirë. Sa bukur. Sa e bukur kjo për të qenë mbrëmjen e ndrimit të viteve për ta pasur në tryezë. Shumë e Po bukur. vërtet është shumë e kërkuar, po shumë mirë. Sa e bukur. Edhe me atë rast, shefi, ke dhënë një alternativë të mirë që nuk zihen se kush të marrë një copë. Apo jo, vërtet, sepse ka copë shumë për të sa. gjithë. Bravo, ja more dorën pak nga pak. Sa e bukur, çfarë i mungon pemës sonë, një pemë për i çokoladë, mbushur me fruta të thata. Vendosim dhe yllin. Ja, ylli pra i mungon ka pemës. Këtë yllin këtu? Kështu? Po, Kështu? po. Mos më bie. Do duhet të thahet pak, po besoj se nuk do të bjerë. Jo, më fal. Këtu, po. Një që nuk na mora zanat. Perfekt. Shumë e bukur. Pak nga pak po bësh Kjo çokoladatiere. është pema e çokoladës e bukur për mbrëmjet familjare ku të gjithë duan të konsumojnë diçka të ëmbël, por gjithashtu e vlefshme edhe për një dhuratë shumë të mirë. Por kemi gjithashtu edhe babagjyshin e famshëm që ne të dy realizuam bashkë me Besmirin, i cili në fund, në përfundim është kështu. Po është shumë e bukur dhe shumë e brisht si gjë ta mbash kështu, sepse duket sikur nga momenti në moment do ta thyesh Po edhe ti të vjen keq. është i fortë, ndoshta të vjen keq ta hash, por Kur duhet konsumohen çokolladat artizanale pasi përgatiten? me njëherë mas përgatitjes. Kanë një nuk gjatësi, mund të qëndrojnë gjatë? Ka një gjatësi, varet nga lloji. Babagjyshi ka një gjatësi, mirë po mbas festave nuk është se ka më kuptim. Ato që janë me frutë thatë mund ta kenë 3 muaj, se varet nga ingredientët që ka. Përgjithsisht, produktet artizanale nuk kanë një gjatësi shumë të gjatë, për shkak se nuk kanë konservant. Që Nga kështu, është e mirë të konsumohen. brenda 3 muajve është Po kush ideale. i lë deri pas dhjetorit o Besmir për t'i konsumuar. Tani Vërtet. unë do të të pyesja nëse mundem ta konsumoj apo jo një çokoladë, tani të vi deri këtu mos ha një çokoladë. Po patjetër, mund të konsumosh yllin e Krishtlindjeve Apo babagjysh. ose babagjyshin, ti e di, të preferon. Nuk e di tani këtë konsumoj. Jo, më vjen shumë keq që pemën ta prish, do ta lë ashtu. Okej, babagjyshin Edhe atë. babagjysh më vjen shumë keq. Them të drejtën. Jo, nuk do t'i këpus kokën se më vjen keq, po ta këpus kështu nga këmbët. Ta mirë. Shumë e mirë. Një mrekulli. Ka vërtet një shije të mrekullueshme, është shumë e butë, shkrin me një herë, edhe duket që është e përgatitur në mënyrë shumë cilësore dhe përbërësit janë cilësor. Edhe vihet re shumë mirë dallimi midis një çokolade të tillë artizanale dhe çokoladave industriale që konsumojmë në përditshmëri. Më vjen Shumë mirë që ju vërtet. pëlqeu, pasi është kushtuar shumë punë me detaje. Besmir, faleminderit shumë që ishe me ne sot, faleminderit që tregove për të gjithë miqtë e programit e JTN mënyrën se si realizohet çokolada por dhe që na mbulsove kaq shumë këtë moment. Faleminderit shumë. Faleminderit juve. Pesa të gëzuara për të gjithë. Gëzuar, gjithë dhe gëzuar.